Teatri është gracka ku shpirti mbretit bie si laraska. Duket se kjo shprehje e Shakespeare-it e shoqëron jo vetëm njeriun e teatrit, por edhe njeriun e artit. Jo vetëm njeriun që vë shfaqje në skenë, por edhe njeriun që një farë mënyre i shijon këto shfaqje dhe mëson prej tyre ose shijon prej tyre mesazhet e përballshme, sepse duket që në këtë botë pak gjë ka ndryshuar shekull pas shekulli. Jemi me regjisorin Kisholon dhe për cilin do flasim jo vetëm për shfaqjen të cilën ai po përgatit në skena alternative, në salla alternative, por edhe për teatrin si një art ku bashkohet individi, shoqëria dhe shpesh reflekton mbi to. Çfarë po punon Kisholon tashmë në ekzil prej vitesh? Sot në mëngjes kur u kujtova që kishim intervistë bashkë, më shkoi në mendje që së pari të falenderoj ata që më larguan nga teatri zyrtar, sepse më krijuan mundësinë që të krijoj një vepër të madhe teatrore, arti siç është teatri Shëtitës, i cili për 6 vjet me radhë, pa lënë me janë 20 vitet e mëparshme të veprimtarisë së këtij teatri, ka krijuar në Shqipëri një labirint të vërtet shpirtëror. Është kthyer në një fole ku gumëzhin blet të reja punëtore me shumë pasion, me shumë vrull, me shumë energji për të reflektuar për veten e tyre, për shoqërinë që i rrethon, për vendin e tyre, për familjen e tyre dhe për të ardhmen. Jam duke punuar në këto ambiente me Mirandolinën e Goldenit. Një vepër e cila e revolucionarizoi jo vetëm teatrin italian të shekullit të 18, por gjithë teatrin botror. Është një këndvështrim i ri me një ekip krejt të ri, mosha mesatare ekipit që krijon këtë kryevepër është rreth 20 vjeç, pra djem edhe vajza të rinj, plot energji, plot respekt për veten edhe për këtë profesion. Premiera do të jetë në datën 10 në një qytet në thonjza të dorës së dytë, ku teatri rrallë shkon, madje mund të ketë më shumë se 20-30 vjetë që nuk ka pasur shfaqje teatri, por ne jemi të vëmendshëm dhe në labirintet tona shpirtërore, për vitin që vjen do të kujdesemi që të mos mungojnë më qytete që nuk kanë prekur teatr, madje kam përshtypjen që brenda shtatorit ne do të krijojmë një labirint teatror mbarkombëtar, më të madh se sa kufit zyrtar të Shqipërisë. Kjo është edhe ambicia më e madhe që kemi për sezonin 2026-2027. Do të funksionoj për herë të parë ai që quhet teatri familjes. Teatr në cilën mund të shkojnë fëmijët, mund të shkojnë adoleshentët, mund të shkojnë edhe të rriturit. Ju flisni për një teatr të harruar diku në një periferi të Shqipërisë, ku arti rrallë shkon, siç thatë ju. Dhe shkoni në Fier, me një shfaqje që një farë mënyre kërkon ta vër gruan në qendër, një shoqëri maskiliste. Dhe shkoni si një triumfator, si një emancipues, apo shkoni dhe si një artist i qendrës që kthehet te rrënjët, rrënjë që shkulen dal nga dal, ju mungon ujë, rrënjë që digjen, rrënjë që ja lën mënjan, rrënjë që shihen si ambarvotash, por jo si truall, si tok arti. Po këtë vit, gazetarja Elsa Demo pati një shfaqje në Patoz, një tjetër qytet i vogël, i lëmënjan, i braktisur, i mjelur, i korrur, i vjelur dhe pothuajse i tharë. Çfarë ndodh me të ikurit që kthehen dhe i kthejnë syt nga vendet e tyre të origjinës dhe shkojnë aty si bi, por shkojnë edhe si artist ose si njerëz që duan ta zgjojnë shoqërinë, duan ta vënë shoqërinë në mendim? Fieri dhe Patosi
që janë vënë në diskutim të bashkimit dhe të ekzistencës, kohët e fundit janë dy qytete me një rëndësi etike jashtëzakonisht të madhe për ecurinë time. Unë e falenderoj Elsën për atë çka bën për teatrin, çka bën për Patosin, një qytet të cilin unë nuk e kam harruar asnjëherë. 4 deri në 5 herë në vit, çfaqjet e teatrit Shëtitës janë në Pallatin e Kulturës së Patosit, edhe në palestrat e shkollave të Patosit, pra për të shkuar sa më afër nxënësve. Ju siguroj që Goldoni do të jetë brenda muajit shtator në Patos, do të shfaqet në Patos përpara se të shfaqet në Fier. Çfarë ndodh me mua në Fier? Ditë të them që nuk i kam shkëputur asnjëherë raportet e mia me qytetin e Fierit, me një qytet i cili ka pas momente të ngritjes në art, sidomos në fushën e teatrit, edhe të pikturës në kulmet e veta. Mendoj që historia vonë apo herë do të përsëritet në Fier. Fieri ditë rilind, ndërsa Patosi, i cili sa herë që flas, ose sa herë që i afrohem, ndryshon frymarrjen time, është një histori tjetër. Patosi është më i braktisur. Ka pasur një pallat kulture, një cirk nga të rrallët në Europë, si godin dhe si aktivitet, dhe tani i ka në gjendje të zvjertur. Më ndodh shpesh që kur ndodhem përballë teje, marr angazhime të mëdha. Kjo vjen për faktin sepse ti të imponohesh me angazhimin tënd ndaj vendit, ndaj kulturës dhe ndaj njerëzve. Besoj që këtë vit do të filloj edhe rinovimi i Pallatit të Kulturës në Patos, dhe angazhimi im është që teatri, Pallati i Kulturës së Patosit nuk do të ketë më një sallë, por do të ketë 2 salla teatri, pra do ketë edhe një sallë alternative, sepse Patosi meriton shumë. Ka vuajtur shumë, i ka dhënë shumë vendit, shumë fare, jo vetëm në fushën e industrisë së naftës, i ka dhënë njerëz deri në sakrifikim ekstrem, kanë lënë jetën për të bërë ai qytet edhe për të bërë vendi. Ju Kiço e keni çuar teatrin edhe më herët, jo vetëm si vjet, në zona të mënjanuara, të lëna mënjan, sepse vërtet komunizmi ndërtoi disa qendra arti, por përmes tyre shpesh sa u përhap art, u përhap dhe propagandë. Tani ne përpiqemi të shkojmë për këtë qendra arti për të përhapur art, jo më propagandë. Ndonse këto salla rrethesh, të vogla, të zhgryera, të grisura, më shumë përdoren për takime elektorale se sa për art. Në këtë kuptim, ju që i njihni këto rrethina, që tashmë rrezikojnë të mbeten dhe pa bashki, dhe kur them pa bashki nuk nënkuptoj vetëm një kryetar që zgjidhet një herë në 4 vjet ose imponohet një herë në 4 vjet, por flas për shërbime, flas për qytetarë që kanë nevojë për dokumente, të orientohen, të kuptohen, të jenë pjesë e një komuniteti, të dëgjohen, t'ju adresohen problematikat. Ju që i njihni këto rrethina, si shihni? Sa nevojë ka për art, sa nevojë ka për të shkuar qendra, jo si zaptuese, por si një dorë që ju jep ndihmë. Ka një koncept filozofik për teatrin. Flasim për teatrin edhe e shkruajmë me të vogël. Flasim për teatrin edhe e shkruajmë me të madhe. Këta që teatrin e shkruajnë me të madhe, janë ata që duan të shërbejnë. Ata që duan të shkojnë pranë njeriut, pranë oscilacioneve të tij të brendshme, shpirtërore.
pranë dilemave të tij, pranë frikës së tij, pranë pasigurisë së tij. Fatkeqësisht, politika e më shumë se 30 vjetëve e ka humbur efektivitetin e saj. Është afektive, aefektive. Nuk shërben, nuk kujdeset, nuk duron, është arrogante. Edhe në këtë prizëm, çdo lloj lëvizje është e frikshme. Sepse nuk ka brenda një dëshirë të mirë, nuk ka brenda dashuri. Nuk ka lëvizje që kërkohet në emër të dashurisë, të dëshirës, në emër të njeriut që nuk duhet të rrokitet nga njeriu. Arrin në konkluzionin që shoqëria e jon është në kaos, është e traumatizuar, ka humbur orientimin. Kjo vjen sepse prisit e saj, njerëzit që paguajnë për ta orientuar shoqërinë, janë jo rendimental, e kanë mendjen të fitojnë. Mungojnë njerëzit të cilët janë të pasur për shkak se din të japin. Këtu pasuria konsiderohet vetëm para, ai që merr dhe mira në të harrojnë që në fund vdekjes nuk i duhen parat. Nuk ka nevojë vdekja për lek. Nuk blihet vdekja. Dhe vdekja nuk të pranon me para. Nuk të pranon me pasuri. Të pranon ashtu si që të ka sjell Zoti, duar bosh. Ju folët për kaosin në të cilin gjendet shoqëria shqiptare. Në fakt, prej 3 muajsh tashmë një protest e përnatshme që nisi për të mbrojtur çuditërisht zonat e mbrojtura, që duket edhe kur e thua fakti që ka përsëritje bën të pasens, por jemi në një situatë që qytetarët dalin në shesh për të mbrojtur zonat e mbrojtura. Kjo tregon sa një lloj emancipimi të shoqërisë, që tashmë e kemi kuptuar se sa e rëndësishme dhe jetike është natyra, zogjt, pemët, uji, ajri, dhe nga ana tjetër na çon në një situatë të ngjashme me atë të teatrit, ku publiku del të mbrojë publikën dhe mbron nga shteti, nuk po e mbron nga një pushtues i huaj, i jashtëm, i largët, i cili nuk ka ndjeshmëri. Nga gjithë zërat që janë të pranishëm në protest, ka sigurisht dhe intelektual, ka jurist, ka arkitekt, ka ambientalist, ka pedagog të Universitetit Bujqësor të Tiranës, për shembull, që e njohin Shqipërinë në termat të cilat po mbrohen, pra e njohin ujin, njohin gjeologjin, njohin natyrën, por shpesh ajo që unë kam vënë re është që mungojnë ato intelektualet, elitat. Dhe ne e dim që një sistem të jetë funksional, mendimi i elitave është thelbësor dhe jetik. Si e shpjegoni ju këtë, zoti Londo? Pse ka një lloj mungese të përfshirjes së elitës në debate publike? Sigurisht në një anë është stigmatizimi, pra kushdo që del dhe mbaj një qëndrim do përballet me pasojat e mbajtjes së këtij qëndrimi publik. Por nga ana tjetër, si është e mundur që shoqëria shqiptare, këtyre 35 viteve sistemi hibrid demokratik, nuk ka arritur të ndërtojë një elit intelektuale e cila është, mbase jo në radhë të parë, por në radhë të dytë të debateve publike jetike për shoqërinë dhe zhvillimin, për mënyrën se si duhet jetë zhvillimi, për mënyrën se si shoqëria duhet funksionojë, për rolin që duhet ketë qytetari, individi, komuniteti në këto procese. Sistemi i kaluar mendoj që e traumatizoi mjaftueshëm elitën kombëtare për ta bërë në shërbim të propagandës, të asaj që kishte qëllimin e vet. Dhe u duk mbas viteve 90, sikur një pjesë e elitës u shkund. Nuk ndodhi ndonjë ndryshim i madh në qëndrimin e elitës. Nuk them që nuk ka pasur njerëz elitar të cilët i kanë dalë ballë kësaj klase politike jo efektive, por në përgjithësi klasa e mesme edhe elita kombëtare nuk arriti dot të ngjitet në lartësinë e misionit të vet.
Këtu ndikuan edhe fakti që shumë nga njerëzit që u futën në jetën publike veshën mbrapsh të mbathurët e prindërve të vet. Edhe u futën si njerëz të ndryshimit, si njerëz në fakt nuk ndodhi kjo. Po arti pësoi të njëjtin fat. Personalitetet e mëdha fatkeqësisht, personalitetet e mëdha të artit, sidomos në fushën e teatrit, si Vanjo Shurgji, apo Agim Qidea që ikën në moshë shumë të vogël, shumë të re, ikën diku te 60-tat, kur ishin në kulmin. Edhe kjo pasaj solli në vit parë disa artistë, do thonjza, të cilët edhe pse kishin luajtur Shakespeare, Molière, nuk kishin kuptuar asgjë në thelb nga Shakespeare. Shiko, njeriu mund të luajë 50, 60, 70, 80 role në skenë, edhe profesionalisht i luan mirë. Jeta mund, ose nuk mund, nuk e gjykon të arsyeshme të t'japi një rol të madh në skenën e saj. Kur ta jep, i je fatlum. Edhe duhet të dish ta luash këtë rol. Shumë prej profesionistëve shqiptarë treguan që nuk ishin artistë. Kur jeta ofroi një mundësi, siç ishte ajo e mbrojtjes së teatrit, ata nuk dinin tekstin. Nuk thanë asgjë. Ushtrim për tokë, në këmbët e pushtetit. U jargavitën dhe e mbyllën jetën me turp. Edhe pse mund t'jenë fizikisht gjallë, shpirtërisht ata nuk janë më. Teatri shqiptar pa autor shqiptar, pse keq edhe kur tentojmë, ka pak raste, pjesë shqiptare, të cilat kanë sukses. Çfarë na mungon? Mbase kemi shkputur traditën e të shkruarit, e të bërit dramaturgji, çfarë na mungon që me gjithë laboratorin e madh jetësor, ku teatri do duhej ta gjuante, ta shihte, ta vrojtonte, ta reflektonte, ta kritikonte, ta rindërtonte, ta ripropozonte, pse kemi pak pjesë shqiptare, pra nga autor shqiptar, që i flasin Shqipërisë sot me të djeshme, të pardjeshme, që i flasin ngjarjeve që ndodhin për ditë dhe mbi vendosin njëra tjetrën, pa na lënë kohë t'i procesojmë dhe të reflektojmë dhe të gjejmë mënyrën se të sillemi me to. Mendoj që janë dy element. Së pari, mungon laboratori, i cili dhe eksperimenti mbi dramën e shpirtit shqiptar, mungon. Laboratori dhe e dyta, autorët janë në përgjithësi janë qenjet cilat ka rënë në gjunjë përballë dhunës shtetëror, përballë dhunës pushtetit, i cili nuk duron të kritikohet, ka ngritur një detachment me analist, me gazetar, natë për natë. Do me thënë, ka kaq shumë humor në seriozitetin me cilën analistët i thonë këto idiotësitë e tyre, sa që të duket që si mund të jetë kjo në teatr, është gati e vështirë. Kjo është fatkeqësi, përballë kësaj gjendje ne ofrojmë vetëm labirintin shpirtëror. Do të jemi nga pika më e largët kufitare e veriut deri në pikën më të skajshme kufitaret e jugut me çfaqe. Kjo është ajo që mund të bëjmë. Atëherë faleminderit dhe miru takofshim në biseda të tjera, shpresoj më shpresplota.